ka një alternativë tjetër jashtë Berishës që mund të mobilizoj 500.000 qytetarë? Nuk e di, nëse ka, na e tregoj. Dhe patjetër që unë do jem dakord që nëse dikush mendon se ka fuqinë të mobilizojë më shumë se 500.000 qytetarë, është i mirëpritur, por unë nuk mendoj, nuk shoh ende në Partinë Demokratike një figurë që të mobilizojë më shumë se sa çka mobilizuar aktualisht zoti Berisha. Janë realitet në politik, të pëlqen s'pëlqen. Dhe vendos forca, vendos fuqia. Dhe kjo nuk duhet neglizhuar kurrë, pavarësisht dhe këtë Berisha dhe çdo politikan e di më mirë se kushdo tjetër. Nëse ti ulesh në tavolinën politike, ajo që të mban në tavolinë janë numri i votave që ke fituar. Nëse nuk do kishte vota, ky muhabet as do diskutoheshe fare, as do hidheshe fare si ideja do ikte apo jo Berisha, dhe do ishin larguar që fakti që nuk ka asnjë zë që mundet apo që po e kërkon këtë të paktën brenda strukturës Partisë Demokratike, tregon fuqitë zotit Berisha. A i duhet kjo shoqërisë, apo nuk i duhet kjo shoqërisë, ky është debat tjetër, unë nuk jam filozof, unë jam komentator politik, dhe për mua në politik vendos fuqia.